Hipnoza, truri dhe sjellja njerëzore ishin në qendër të një leksioni të hapur të organizuar nga Departamenti i Psikologjisë dhe Punës Sociale në Universitetin e Shkodrës, Luigjë Gurakuqi. E ftuar ishte profesorja Simona Massimino nga Universiteti i Mesinës, e cila bazuar në evidenca dhe studime shkencore, shpjegoi se si hipnoza mund të ndikojë në mënyrën se si njerëzit reagojnë dhe sillen, si dhe analizoi një lidhje të saj me proceset neuropsikologjike. Do të përpiqem t'i udhëheqim studentët drejt një njohjeje më të thelluar të hipnozës dhe më pas të kuptojnë se si mund të zbatohet ajo, me shpresën që të ulet distanca apo skepticizmi ndaj kësaj qasje të re dhe ende pak të njohur. Ky është leksioni i dytë i hapur që zhvillohet gjatë kësaj jave në Universitetin e Shkodrës nga pedagog të Universitetit të Mesinës, me synim forcimin e shkëmbimit akademik dhe thellimin e kërkimit shkencor. Këto vizita shkëmbyese jo vetëm na shërbejnë për të sjellnë auditoret tona risin më të fundit të shkencës nga ana universiteteve europiane, por nga ana tjetër na shërbejnë shumë që të rrisim fort bashkëpunimet me universitete të tilla prestigjioze, siç është rastin konkret Universiteti i Mesinës. Sipas organizatorëve, aktivitetet të tilla akademike krijojnë mundësinë për ndërthurjen e njohurive të neuroshkencës, psikologjisë dhe studimeve mbi të nxënësit, duke pasuruar formimin akademik të studentëve.